Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për çështjen Balluku, për zhvillimet brenda shumicës, por edhe për opozitën që zhvilloi mbrëmjen e djeshme, pra e drejtuar nga Partia Demokratike, protestën përpara kryeministrisë, e cila ishte e dyta, një foltore numër 2, por shumë larg asaj të parës, të nisur nga zoti Berisha në 2021. Entuziazmi është shumë më ulët se sa atëherë, por gjithsesi mbetet për të parë se si do të vijohet më tej. Gjitha këto çështje do t'i diskutojmë me mikun e emisionit ton, avokatin Gylsen Zhdima. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Avokat, do ta nisim nga çështja Balluku, nga momenti i parë i daljes së dosjes, masës së sigurisë, deri në këtë moment që jemi tani, pra kjo hapësira midis kësaj kohe. Edhe sidomos kjo e tanishmja, si duket si hapësirë gri, pra si hapësirë boshe. Çfarë po ndodh realisht në prapasken? Si po luan qeveria, kryeministri, por edhe zonja Balluku, pra cilat janë kartat që ajo po luan në këtë moment në pritje të vendimit kushtetueses? Ose më saktë mund ta themi ndoshta në gjuhën e avokatit ose tjetri, kush është avokati i saj ose ëngjëlli i saj mbrojtës që po përgatit mbrojtjen përballë kësaj situate. Apo po rri duar kryq? Jo, mbrojtja e zonjës Balluku nuk është juridike dhe do thoja nuk është një mbrojtje që ne dim shpeshherë që duhet dalë dikush në skenë dhe ta mbrojë, sepse të gjitha ato që luhen prapa skenë janë ato të cilët e bëjnë atë më të fortë në raport me procedimin penal, e bërën më të fortë me datën 31 tetor për shkak se ndaj saj nuk u mor një masë sigurie. Thjesht ju njoftua akuza dhe u mor në cilësinë të pandeurës dhe ajo lojë që po luhet në prapaskenë është më e forta ajo që është në skenë. Pse? Sepse qytetarët duhet kuptojnë që Partia Socialiste zoti Rama ndryshoi qasje me drejtësinë. Pra aty kur thoshte që unë kam reformuar, nuk ka njeri që të bëj avokatin e pandeurit Partia Socialiste, unë nuk bëj avokatin e askujt, sot konkretisht doli qartësi që zoti Rama rrëzoi me njëherë në datën 31 tetor, mbajeni mend datën, atë qëndrimin e tij si me rastin e zotit Veliaj, ku mori të gjithë punonjësit e bashkisë dhe i tha që ju nuk duhet të guxoni më të bëni një veprim duke a ishte më fort mbrojtja publike që u bë Veliajt se sa Balluku në këtë rast apo jo? Po pse ku e peti mbrojtjen e Veliajt në publik? Po s'kishte mbrojtje. Po kapoi pak një mbledhje të grupit parlamentar pas arrestimit. Jo, ajo ishte thjesht manifestim i gëzimit të përfundimit të zotit Veliaj në burg. Dëgjoni, duhet kuptoni diçka. Manuali 1944 e në vazhdim nënkupton qartësi që Partia Socialiste ka qenë në ditën e saj më të gëzuar që një person i rreth të vet është në burg dhe madje ka gëzuar sepse nuk do të marrë karrigen e zotit Rama. Tim realist, po doni realitetin. Në rast se doni të kemi të mashtrojmë popullin, po mërzitën të shkretët nga mjesë deri për qanë dhe për dilën nëpër media duke anatemuar Spakun. E dëgjuat ju këtë gjë? Jo. Pra, nuk ekziston një fjali kundër Spakut. Nuk ekziston një fjali kundër gjykatës që bëri akt notarial për arrestimin e zotit Veliaj. Më keni dëgjuar mua prezumimi pafajësisë. Ky ishte një sistem i cili është prodhuar nga Partia Socialiste. Pra, duhet keni parasysh edhe ju, atë që edhe unë kam thënë vazhdimisht dhe e them vazhdimisht që Partia Socialiste investoi se si të krijojë një prokurori super speciale dhe një prokurori mbi palët. Pra kushtetuta e 1976-s. Dhe ne 104 thot shumë qartë. Prokurori mund të pezullonte edhe zotin. Qa bëri sot me zonjën Balluku? Pezulloi edhe zëvendës kryeministri. Imagjino ku kemi arritur një vend që shteti së drejtës dhe sistemi demokratik shkën bashk. Se politika normon ligjit. Mos dëgjoni ato ignorantët e ligjit ose ignorantët e politikës që thotë politika s'ka lidhje me ligjin, se si normohet politika në parlament, a normohet nga dalin këta deputet, nga dalin nga maja dhe zbresin tokë. Mos bëni ju lutem shumë
dallime të tilla. Zotin Veliajn e quan atje ku e quan, e pushkatuan politikisht, madje e pushkatuan edhe juridikisht me shkarkimin që ju e dini shumë mirë. Dhe mos harroni një fakt tjetër, që me shkarkimin e mbani mend shumë mirë, që unë kam thënë në rast se gjykata kushtetuese do zbatoj jurisprudencën e saj, do zbatoj ndarjen në balancimin e pushteteve, do të zbatoj kushtetutën, zoti Veliaj nuk shkarkohej. Pa atë që shkarkuan, i bën kërkesë Spakut, lirohen i cilin mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Si përmbysën gjërat. Po ne tani mos më vendos tani servila që një ditë thënë kështu dhe të nesër më thënë ashtu. Tani ti e di shumë mirë që un kam një raport të drejtë me qytetarët edhe atë që unë interpretoj sipas të drejtës, jo sipas mbledhjit tim personal. Dhe ai ishte mbledh personal që ata e bërë miratimin e zotit Rama. Zgjatimi i Asamblesë së Partisë Socialiste ndodhi në Këshillin Bashkiak, kur ne duhet kuptojmë qartësi që bashkia është ka autonomi vendore. Dhe tek zonja Balluku duhet keni parasysh ju që Partia Socialiste ka dalë avokati i saj, zoti Rama ka dalë avokati i saj. Po çfarë fshihet pra pak kësaj të ngjarje dhe të këtij fakti të rënd, do të thosha unë, për shkak se nuk mundesh ti tek zoti Ahmetaj ti thoj ti zgjidh avokatin tënd se partia nuk është me ty, mirë, ti zotit Velia i thuj që ti zgjidh avokatin tënd se partia nuk bëhet avokati jot, ndërsa ti kur ty të kapin në flagrancë, më falë, nuk po bëj thashë them, po të ka kapur në flagrancë ai institucion që ti ke dalë publikisht dhe ke thonë, unë e kam ndërtuar Spakun, ka dalë zoti Rama apo jo? Apo ka dalë Gylseni ka thënë fjalë të mira për Spakun? Avokat, po, kam thënë fjalë të ato kritikat e mia për Spakut dhe nuk e shpresje dhe pikë, sepse jam koherent në atë që e them, edhe ti sot je dëshmitar e bashkë me ata të cilët na ndjekin vazhdimisht, që nga dita e parë kur kam dalë publikisht tek ju, kam treguar qartazi se si Spaku po punon me një manual të caktuar. Dhe të gjithë këta shkonin dhe i bënin lavazh Spakut. Edhe zonja Balluku, edhe zoti Rama, edhe zoti Veliaj, edhe zoti Meta, edhe zoti Berisha, edhe zoti Ahmetaj, edhe të gjithë ata të cilët ishin pjesë e asaj që do të thonin të gjithë duan pranojmë Spakun, sepse kishin problem te viza amerikane. E di ti këtë, e di kush është mesazhi. Po dole kundër Spakut, të hiqet viza amerikane. Unë nuk e dua, prandaj jam qendrim ashtu siç duhet. Prandaj tani të lutem te mbrojtja kam atë merakun tani. Si po e bën mbrojtjen zonja Balluku? Në prapasken po e bën mbrojtjen zonja Balluku. Në prapasken. Në një front apo në diçka? Gjithë sekreti, shiko, në prapasken fshihet diçka tjetër, çfarë? Pra, zoti Rama nuk guxon ta shkarkoj zonjën Balluku. Mos gaboj edhe tek ju e kam thënë, po shumë përpara kemi thënë këtë, sepse disa ngjarje sigurisht që nuk i mbajnë me njerëzit, duhet të hapin YouTube-in dhe të shikojnë sa intervista ne kemi thënë her pas here. Zonja Balluku do jetë një moment i vështirë për zotin Rama. Jo se përfshihet zoti Rama drejt për së drejti, por pra skena, pra te sekreti, nuk është çfarë ka vepruar pra skena, por ne do themi sekreti fshihet te pra skena. Kush është te prapa skena si emër i fort që i bën presion në Ramës? Balluku apo një person anonim që vetëm Rama e di të vërtetën? Bashkë me Balluku. Kuptova? E kuptova, ka ti po thoni që është dikush i bën presion Ramës për të mos e shkarkuar. Unë mendoj se prapa skena është që i bën presion Ramës, sepse nuk mendoj unë se Ramës i bën presion zoti apo shqiptarët, se ne të jemi realist, Rama i bën 3 mandate kur të gjithë kabinetit i bashkitë dhe gjithë ta ishin në burg. Nga Burgaxhi, e kupton tani ku je? Nga Burgaxhi më nderuar, përfundoi në burg, në vend të përfundoi në një karrierë të mirë politike në vend. Dhe di kush është halli? Halli është ky mërzotri. Si kanë guximi socialistët dhe na flasin për moral kur të gjithë i kanë përfunduar Burgaxhi. Në aspektin politik, ja, në aspektin politik flas. Nuk ka mundësi që, okay, zëvendës kryeministri Ahmetaj që ka hajdut. E morëm faktin, okay, mbaruam. Hajde. E përcollëm edhe këtë.
Tahiri që ka antar grupi kriminale, hajde dhe kthe tani e përcollëm, hajde iku edhe kë. Lefter Koka edhe ky që e ka Hajdut, hajde edhe ky me rradh. Bllako edhe ky që e ka kështu. Po nuk ka mundësi më zotri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Po të gjithë që e kanë të këqij kur kanë qenë në drejtimin e atit dhe kur kanë qenë në emrimin e atit dhe në shkarkimin e atit. Pa i mund të mos dinjë avokat. Pra, e kupton çfarë do të them? Nuk ka mundësi për socialistët të them, jo për njerëz të drejtë, kupton që logjikojnë normal. Tani edhe po duan socialistë logjikojnë normal, këti ti thënë zbrito vlla se e shkatrove partinë. Në rast se socialistët gëzohen sepse që kanë gjithë ato banda aty brenda partisë dhe gjithë ato pandërë brenda partisë, atëherë më fal, nuk flasim për parti politike. Të bëjmë një ndarje këtu. Flasim për një bandë kriminale që ka marrë peng një parti politik. Në një si doli blushi atëherë ndoshta të dalë në një brenda. Jo, kur ekziston më të bëj këtë gjë, marroi Partia Socialiste ka mbaruar në aspektin të parimeve demokratike. Ajo që mund të bizotroj dhe e bizotroj është Partia Demokratike sepse u luftua, bëri një luftë shumë të brendshme dhe ka instaluar edhe atë që themi kundërshtimet. Ndërsa Partia Socialiste dole kundër leadershipit, armiku i partisë, armiku i popullit, ato e kanë manual o vlla këtë gjë, e kanë manual, janë të brumosur që buke krip në shtëpi, pa drita, pa ujë, partia. E kështu do t'i vi fatura atyre, kështu i ka ardhur zjarri atyre. Avokat, mos mendo ti socialistët janë të kënaqur me këtë situatë që po shikoj, po s'jan ban, asnjëri nuk e ban. Edhe ai që ka lek, edhe ai që s'ka lek. Po kjo është turpi i tyre dhe ato duhet reflektojnë se në një vend demokratik dhe duan të shkojnë në Bashkimin Evropian, ku do shkojnë ato në Bashkimin Sovjetik janë? Çaj Evropian duan të shkojnë? Me burgaxhi dhe Hajdut do shkojnë në Bashkimin Evropian? Tallemi ne tani. Edhe do na ndihmoj Greqia, avokat. Greqia me tani do na ndihmojë tani. Nuk flas unë për punën e zonjës Balluku. Këtu ai ishte me një anë, nuk më intereson fare a ka vjedhur as ka vjedhur punën e saj. Mjafton që zoti Rama i bën avokatin asaj. Po mos do ta derisa na thoshte për zotin Veliaj, mos bën avokatin e zotit Veliaj, të gjithë e qepën gojën. Atë ti tani më pyet mua, a do të ketë më thua ti mua, dikush do dalë në mbrojtje. Ose do dalë në kundërshtim të zotit Rama duke mbrojtur Partinë Socialiste. Të lutem, Partia Socialiste që në 2013 ka ikur dhe është shndëruar si organizatë kriminale. Është e dhimbshme kjo që them, po është e vërteta. Avokat, është e vërtetë se nuk ka mundësi zotri të gjithë ata që ti i kishe pasur në 2013, sot i ke pothuajse jashtë politikës dhe e ke me cilësinë e burgaxhiut. Është e pamundur kjo gjë. Logjika njerëzore nuk ta pranon. Jo më fakti penal. Prandaj them që kjo gjë që po i kanoset Partia Socialiste është për socialistët. Mua as më intereson çfarë bëjnë ata, por puna është që po marrin qafë edhe Shqipërinë, ky është problemi. Se partinë e tyre le ta çojnë edhe bandë kriminale, nuk ka problem. Avokat, a mos ndoshta fuqia e Ballukut buron edhe tek qarku i Fierit, se i thon gati 2 grupe parlamentare me numrin e deputetëve, apo ndoshta mos ka dhe ndonjë asnën më jashtë të vendit. Prapaskena, më emën atë fjalën prapaskena është më errët. E di, prapaskena është më errët se skena. Skena është thjesht dukesh, por prapaskena është më e fortë. Ta kesh parasysh gjithmonë në një luftë politike. Gjithmonë në prapasken bën marrëveshje më të forta dhe paktet më të errta në politikë bërje. Pastaj, në rastin tjetër, 2 grupe parlamentare, po dakord me ty jam, sepse e kam thënë edhe unë që ajo po, mban 14 deputet, i mban ajo 14 deputet. Dhe për çdo deputet ke një A4 vlla. Të paktën një A4 e ke bosh. Dhe di kush është sekreti, te A4 e plotson vetëm Belinda Balluku për 14 deputet. Dhe Edi Rama nuk po gjen tani 14 persona që janë asajt, sepse të gjithë duken sikur janë të Ramës. Dhe Rama ka një frikë. Frika është kjo, që në rast se Balluku shkon atje ku shkojnë gjithë në manastirin e Pogradecit, për rast se është femër, se gjithë gratë shkojnë në një monastir të caktuar, manastir. Manastir Pogradecit. Super luks. Manastir, po vajt deri në fund në manastir, që do shkoj pak me zvarritje, nuk shkon direkt, po vajtje. Është simbolike kjo, avokat, për ta shpjeguar për popullin e kam fjalën.
Tani unë them manastir, tani është Pogradec është një manastir. Tani shall mos gabofsh me një manastir tjetër, po ka një manastir larg të liçenit. E din vetë qytetarët, fut Google, e gjen kush është manastiri i Gravë në Pogradec, edhe e gjen. Edhe tani e vërteta është që A4 ndaj çdo deputeti të 14 këta individ e mban balluku. Dhe Rama këtu është i kërcënuar. Po përveç kësaj është edhe tek prapaskena. Prapaskena është më rrezikshme se 14 deputet. Sepse Rama kur do dihet i rrezikuar, mbaj mend nga mua, do kërkoj një marrëveshje politike me Sali Berishën. Mbaj mend këtë. Edhe do të ndodhi, e ma mend në 24... Pa ta marrëveshje kam bërë avokat, se para jave, sa e ka... Ishte marrëveshje politika jo, apo çfarë ishte? Që ishte fresk midis Saliut dhe Edi Ramës? Po marrëveshje kam bërë ata se votuan komisionet e reforma zgjedhore, territoriale. Ore, kush më thot mua që Saliu dhe Edi nuk bëjnë marrëveshje, thjesht nuk janë të lexuar, ose thjesht janë ignorant dhe janë ignorant të theksuar. Por Sali Berisha dhe Edi Rama do bëjnë marrëveshje. Tani do thot dikush që ka hallin e vet, Sali Berisha ka hallin e vet Edi Rama. Tani thoni çfarë doni ju shpirti. Por unë them që marrëveshje duhet të ketë, po të ketë me transparencë. Mirë. Kërkon edhe marrëveshje edhe me transparencë, ama shumë kërkon avokat. Jo, politika këtë ka, marrëveshje ka, pse çfarë do të marrim kallashin aty dhe kur thua transparencën aty e prish muhabetin. Kur thua ku i shton marrëveshjet edhe fjalën transparencë mbrapa aty e prish muhabetin pastaj. Shiko tani, në rast se do të ishim pjesë e një partie politike, sigurisht që unë do kundërshtoja dhe do të thoja që nuk jam dakord me këtë marrëveshje, do dilja te ty, edhe do të thoja që shiko, unë nuk jam dakord me këtë marrëveshje sepse të cënon 1 2 3 4, po nuk do bëj si ata të tjerë që bëhet marrëveshja, heshtin, shkojnë në zgjedhjet e 11 maj dhe tani na bërë ky tren bullgar, tren rumun edhe prallë me mbret. Më kupton tani? Avokat. Pra ti kur je në politik bërë e del nesër, më thua zotëri çfarë marrëveshje bërë ky më? Ku çfarë bëri Sali Medi? Po, o Sali, këto çfarë janë këto budalliqe që keni bërë njëri me tjetrin. Po çfarë bëjmë gjithsesi këtu? E mbyllim gojën, der rezultati përfundimtar i zgjedhjet, jo përfundimtar edhe para praks, ka rëndësi përfundimtari. Po nuk u bë marrëveshje ashtu siç duhet të kështu. Dhe tani ke në komisionin parlamentar zgjedhor duke bërë, jam thuaj, çfarë po bën? A është marrëveshja ajo e komisionit të reformës zgjedhore? E territoriale e parë. Po çfarë mendoni ju? A ju kam thënë unë marrëveshje kushtetuese? A ju kam thënë unë gjykatën kushtetuese? Mani men apo kaloj? Avokat. Legjislatura. Qa do shikoni këtë legislaturë, kështu do ngellin me gojë hapur, do kalojnë kështu përpara ngjarjes dhe shikoni kështu. Ne keni thënë që sapo dekretua qeveria e re, siç që betua që ky mandat do të jetë në dyert e gjykatës kushtetuese betejë. Por po të them edhe këtë dhe mbaj mend këtë, po nuk do ta them në mënyrë kështu të qartë, sepse do ta shikosh, do shikoni ngjarjet të çuditshme që do ndodhin në politikë bërën shqiptare, e do bëjmë kështu, të gjithë. Po do na kalojnë kështu dhe nuk do kemi mundësi të reagojmë se dia ka gjëra më të fortë të arrestimit të avokat. E do thënë, po, më e men, do të ndodhë edhe kjo. Avokat, mos e keni fjalën për këto mesazhe që thuhet që qarkullojnë në media, që njerëz të Ballukut kanë komunikuar me deputet PD-s për protestat. Apo se besoni këtë? Shiko, dëgjoj tani, unë jam i bindur që politikanët, shiko, unë kam një mënyrë tjetër të menduarit për politikë bërjen. Pra, për ta thënë më thjesht, për shembull, është i majtë, është i djathtë, është kështu, pa parti me partia, do ta fusim andej këtej, kështu me radhë këto janë budalliqe. Unë kam një mënyrë tjetër të menduarit se si bashkëpunon politikë bërja, pavarësisht se mund të kemi debat dhe fërkime idesh, a kupton? Kam një është kohë ta shpjegoj tani sepse do rrit merremi deri ta shpjegoj. Por në rast se ka ndodhur me përfitime monetare për korrizë dhe dëm të një kundërshtar politik ose duke bërë vegël e një problemi të brendshëm të një partie politike dhe janë të vërteta, janë të papranueshme. A besoni që janë, po okay, ajo nëse tani besoj apo s'besoj, unë besoj në Zotin, po donjëherë them o Zot nuk duhet ta besojmë këtë ngjarje sepse nuk duhet të jetë ashtu siç
Kali Trojës, kush ka qenë Kali Trojës brenda PD-s i Ballukut tani? Shiko, mendoj se personi, në rast se përgjigjet janë të vërteta gjithmonë, personi duhet japi dorëheqjen në çdo lloj funksioni që mund të ketë në një parti politike, që nuk është pjesë e Partisë Socialiste. Edhe po është pjesë e Partisë Socialiste, duhet jetë akoma më e rëndë në rast se ka ndodhur në bashkëpunim dhe bashkëveprim me një parti tjetër, me një person tjetër të një partie kundërshtare. Avokat, me këtë që ju më thatë, Mos harro faktin këtu, që unë të ty e kam parashtruar dhe asnjë nga lavazhierët e Erion Velis dhe Partisë Socialiste dhe partive të tjera politike, nuk e ka thënë faktin që 41 protesta ishin tek Bashkia e Tiranës, 46 dhe protesta e 47 nuk u bë më pasi u arrestuar Erion Velis. E keni ngritur këtë pikpyetje, pse nuk u bë? Po duket se përgjigjen po e marrën. Kam ngritur, e kam thënë unë vazhdimisht këtë pikpyetje, asnjëherë s'më ka dhënë përgjigje. Dhe uroj që Spaku, në rast se ka mesazhet, na i nxjerrë, sepse vdes ai institucion nxjerrë thashë theme, se me thashë theme është marrë gjithë jetën, nuk ai nga dita ku është kalim. Kam përpunë avokat. Po, duke fut njerëz në përburgë dhe në fund fare duke mos kërkuar një ndjesë publike dhe ne duke paguar faturën e institucionin më i besuar në Shqipëri, avokat. Tani presim që do nxjerrë partia, e kupton se edhe Spaku partia është po fraksione prokurorësh ka atje. Avokat, për ta mbyllur tani, të gjitha këto të çojnë tek PD-ja. Sa do përfitoj PD-ja tani, avokat? Sepse duket se nëse do dalin ato mesazhet, që dyshohet se mund të kenë ndodhur, atëherë i bishë më shumë po dëmtohet PD-ja politikisht se sa PS-ja. Po ti pse nuk më thua mesazhet që i fshef Spaku me Ballukun edhe Rama? S'kam parë që s'digjen. Po prit se do dalin edhe ato. A përbën ato, kujdes tani, a përbën ato mesazhe vepër penale apo thjesht janë thashë theme? Këtu do shikosh. Pa, ju si mendoni që mund merren si prova ato ndoshta edhe ke ndodhur. Komunikime, indicje, komunikime punë. Po në rast se ka ndodhur, do të parë si ka ndodhur. Janë fakte penale apo nuk janë fakte penale? Pra, nuk mund të marrim të mirëqenë se do dalin disa mesazhe ose po qarkullojnë disa mesazhe. Më kupton? Sepse mesazhi e kam thënë vazhdimisht dhe po e them, edhe për rastin, po Rama ka me Ballukun, po dikush tjetër ka me Ballukun për arsyet politike, pra për të influencuar tek protestat e Bashkisë së Tiranës, duhet keni parasysh që nuk përbëjnë prova, po thjesht përbëjnë thashë them. Dhe duhet në këtë qeveria avokat më rënd të thashë themi se sa prova, ai të dëmton më shumë. Apo jo? Si? Në këtë shoqëri tani, me atë që kemi parë, më i rënd rezulton thashë themi që të godet më shumë thashë themi se sa prova. Apo jo? Shiko, po në rast se do kapi një video skandal seksual, është e sigurt që do riqe direkt personi që është kapur, edhe ka funksion politik. Por te këto ngjarje të cilat kanë të bëjnë me vjedhjen, shqiptarët e kanë normale këtë gjë, kupton, nuk ka vjedhje, çka ke bërë aman, po ai tjetër budalla do ishte edhe ai do vjedhte. Kupton se kështu është logjika jonë. Pra, kjo nuk quhet logjik, po kjo është perceptimi ynë. I gabuar, tani kush ja mund t'ja ndryshoj mendjen në shqiptarëve që thotë po vajte në një pozicion pune të tillë, po nuk vole je budalla. Se ekziston edhe ky fakt, të kesh parasysh ti. Jo shumica, po hajde, mos i vendosim gjithë në një kallup. Një pjesë e shoqërisë shqiptare thotë po vajte atje dhe nuk e vjedh dhe je i ndershëm je budalla. Ose rasti tjetër, foltorja, pse është treguar, në gjë mua të them sekretin e foltorës dhe ma e mend që ky është sekreti dhe do kuptosh pse ne shqiptarët ja fusin veten e tonë, edhe vazhdimisht ndodh kjo gjë. Qeveria bëri atë prishjen e hapësirave publike, të cilët janë private, po pavarësisht se Rama e bën këtë që të japë mesazh të qytetarët. Dhe ç'a ndodhi? Kapi impulsin Rama, qytetarët që nuk reagojnë. I mori motopatinat, nuk reagojnë. E kupton tani, çfarë është ky? Kjo është loja e pushtetit. Si vjen pushteti dhe të masakron shtëpi, ngadalë, nuk të vjen direkt. Pse? Se thot, si puna e Hitlerit, vriste edhe të vetët, përveç atyre që kishte kundërshtar. Dhe me rastin e prishjeve hapësirave publike, Rama
ja futi edhe atyre që votonin Ramën. Edhe motopatinat ja futi edhe atyre që votonin Ramën. Pra, në të dyja rastet, Rama fitoi. Pse? Ja futi të gjithëve. Kujdes tani. Çfarë thot rasti Foltores? Dhe po është në një, do thoya në një drejtim të dur edhe PD-ja. Thot PD-ja sot, që është në opozit. Unë po i ftoj këta. Zgjohuni nga gjumi sepse ky po ju afut. Këta nuk zgjohen, se janë të lodhur nga shumë demokraci të madhe që kemi. Demokraci, meritokraci, gjitha këto me radhë. Mashtrime. I thot po opozita, ose PD-ja më mirë. Zgjohuni nga gjumi. Hajdeni me mua që të bëjmë ndryshim të paktën, se mos të vitë të shtëpia. Se po deri te shtëpia nuk kam shans të mbroj. Këta nuk zgjohen. 5 veta, media, që disa media që dalin atë nxjerrën e 5, kur shkoi BKH-ja dhe Spaku, mos më merr edhe më thua pse shbajti BKH-ja bër kontroll kështu. Prit se. A vash. E kuptoj, do sekuestrohet në televizion? Zjarri ka vajtur, po kur bë lavazhin, ke përdor kaq shumë ujë për të pastruar lavazhin e Spakut, pra fytyrën e Spakut, dhe kur të kërkosh ti vendosësh ujë zjarr që të ka ardhur te dera, s'ke më ujë sepse ke përdor për tjetrin. Po gjithsesi një moment tjetër, prit. Dhe tani ç'a bën Foltoria? Thot, ore, të ka ardhur zjarri më. Mirë më, kujdes. E materializon këtë fakt që qytetarët nuk marrin pjesë. E materializon faktin nesër që do sekuestrohet në një televizion live show, nuk e di, po sekuestro. Pra, e ka paraprit dhe nesër nuk mund të dali krati televizion që do sekuestrohet i thotë më fal, ky që ka një pushtet absolut. Sepse ai televizioni ka bërë lavazh Spakut. Dhe kujdes, nuk them vetëm ky televizion X-i. Po them për çdo televizion që i ka bërë lavazh Spakut. Sepse e keni dëgjuar shpesh herë që flasë dhe themët e Hitleri e dinte kur ishte përfundimi. Por në momenti ku po mblidhte, pastroi të gjitha provat. Tani, karriken e kishte dhe pemën e kishte, litarin ja dha dikush dhe i tha merë vëlla se erdhi momenti. Por, ajo që unë po ju parashtroj ty, juve, është kjo. Zotri, Foltoria, le të ketë 10 veta, e materializon fitoren për militantët e sajt. Po shpresa për qeverinë teknike, apo nuk e keni gjuar në atë? Qeverinë teknike tani se u plasëm në këtë qeveri teknike. Qeveria teknike do vi në momentin kur do të vendosi pakti politik midis Edi Ramës dhe Sali Berishës. Pra, ju duhet të dini diçka. Qeveria teknike do vi pasi 2 këto lider, na pëlqen, ata janë lider tani. Dil ti, bo i zotit, dil edhe bo lider. S'të pengon asnjëri të bësh lider. Se nuk e kuptoj këtë, se e ke pa edhe këtë rast. Te Rama s'ka më i fort sepse kështu, te Berisha s'ka më i fort sepse kështu, po jo zotri. Po je më i forti, dil, krijoj një parti politike, shko edhe lançoj nga mes deri ndark duke i goditur. Por nuk mundesh ti thuash çoti Sali se do të marr vendin unë se erdha më i bukri, ose çoti et se erdha unë të marr karriken. Pra e kupton, dhe qeveria teknike kur do vi? Do vi kur të bi dakordsi Sali Berisha dhe Edi Rama. Por si do bi dakordsi? Dëgjoj tani sekretin tjetër. Brenda sekretit parë që të thash për Foltorën. E bën këtë manifestim Partia Demokratike përpara kryeministrisë? A gradualisht po do të shikosh që do të vi një kaos e papritur? Pse ta them këtë gjë? Pse ti mendon se Adriatik Lapaj do të ngrej një kaos? Arlin Qori do të ngrej një kaos? Agron Shejaj do të ngrej një kaos? Ore, dini kush është Sali Berisha? Ai e ngren kaosën. Pra tani është përpunimi, pra është momenti që bëhet përpunimi, përcjellja tek mesazhi tek njerëzit, që po vjen një mesazh nga jashtë, e ditë jashtë, dhe po përpunohet tani tek Foltoria çdo të hënë,
në mënyrë graduale që ajo të konvertohet në një goditje e cila do të nxjerrë pas goditjes një marrëveshje politike. Pse? Ka ndodhur gjithmonë kjo. E kuptove tani situatën se është foltorja. Foltorja është për të ndërgjegjësuar shqiptarët. Në rast se shqiptarët nuk zgjohen, Saliu do shkojë të bëjë marrëveshje dhe Edi do bëjë marrëveshje, sepse qëllimi është që të zgjohen. Në rast se ti zotëri e ke ndar mendjen që mos të votosh, e të largosh nga Shqipëria është të mira, Saliu edhe Edi do vazhdojnë të jenë në krye të partisë. Pse? Më thuaj ti më zotëri mua, më thuaj, në cilin vend të botës ekziston kjo çoti se erdha unë. O zotëri, çdo gjë merret me betejë më. Ekziston kjo fjalë që ikën Edi Rama do vi dikush tjetër t'ja marrë karrikën se të thotë Edi Rama, pa, hajde merr se ti je djalë i bukur, ti je djalë garipa, e kupton? Po nuk ndodh kjo gjë, as Saliu as Edi Rama nuk ka fal asnjëherë më. Imagjino Edi Rama edhe duke qenë duke vdekur, nuk e jep karrikën asnjërit aty pra, se e di ç'a jam. E di pse nuk e jep, ta e them unë. Sepse rasti Luli që u godit nga Saliu është treguesi i qartë që as Edi Rama nuk beson asnjë rast tjetër Luli. Kupton? Pra, ajo që duhet kuptojmë ne është kjo. Sali Berisha bëri diçka që nuk e bën dot një politikan. Në asnjë vend botës besojmë. Rimori një parti e cila ishte ulur kryq me Amerikën. Më thojë ti mua para 5 vitesh flisje dikush apo më PD-ja kundër Amerikës, edhe tani kur flasin në lyuri time, si jam ban, se kanë vizën, kanë frikë për një vizë, a kupton? Qa krijoi foltorja e Saliut? Kundër jurit. Qa krijoi? Atë Lulin, e këputin mes. E nxorë, sepse Luli donte të bënte model se si pastroi babai politik. Dhe ky është mesazh për Edi Ramën. Dhe Edi Rama çka ka bërë? Ka parë situatën të PD-ja thotë, mos ndodhi një njëjtë situatë për mua dhe thotë Spakut, vlla, vazhdo tani. E kuptove tani? Pra, situata është më e gjerë dhe sidomos duhet presim edhe marrëveshje politike. Pse? Se politika këtë ka për qëllim, bësh marrëveshje, për çfarë bëhet politika? Për mos bësh marrëveshje, për çfarë do të shkojë ku të vaj, të shkoj ku të shkoj. Avokat, tani po. Jo votoja këtë që Edi Rama dhe Sali Berisha do qëndrojnë në krye të partive të tyre, edhe diçka tjetër ta bëjmë një analizë të qytetarët. Pse mendoni ju se Rama ka 83 mandate është i gëzuar? Por ju garantoj unë që është njeriu më, do thëma, më i dobët në këtë aspekt. Sepse nesër një faliment të papritur financiar, ne do themi Edi Rama, e kupton? Edhe ne do themi PS-ja, e kupton tani? Sepse kriza financiare do prek edhe socialistët. Dhe Edi Rama nuk e merr dot këtë kosto. Dhe prandaj po të them unë që ngjarje që mund të detyrojë Edi Ramën dhe Sali Berishën të bëjnë një pakt politik është o ngjarje financiare o antarësimi në Bashkimin Evropian. Që të bëjnë një pakt dhe të bëjnë një qeveri teknike. Rrugë tjetër nuk ka. Pse po të them? Dikush mund të thotë që Rama do ta arrestojnë, do ta procedojnë kështu. Ore të procedojnë sa të duash. Mënyra e arrestimit për brenda dyshohet. Tani nga jashtë do një avion papritur vjen, si dihet. Nuk i dihet. Por e vërteta është që ju duhet keni parasysh diçka. Në momentin kur do të vi avioni nga jashtë Edi Ramës, Saliu si gjithmonë që ka në histori shquhet gjithmonë kjo gjë, mund bëjë një pakt politik me Edi Ramën. A do të jetë në favor të Partisë Demokratike apo jo, nuk e di. Po në rast se vjen avioni, jam i bindur që Saliu do ta mbrojë. E di pse e bën Saliu këtë gjë? Se kështu ka bërë edhe në 97-ën. Kështu ka bërë Saliu edhe në 1991, 92, 93, kur bë 7501 që gjithë thënë Saliu, ndërkohë ligji është votuar nga socialistët dhe komisionerët kanë qenë të gjithë të kohës të komunizmit, edhe falë ka Saliu. Se ai vetëm ai njeriu që ja faturojnë gjitha. A kupton? Ishte një anarë vrau gardistët që ishin në vijën e parë,
Saliu e ka fajin se pas ka dhënë urdhër në distancë, kupton tani ku është perceptimi. Prandaj po ju them që në aktualitetin politik shqiptar do mbizotroj Sali Berisha dhe Edi Rama se pikrisht nuk ka njerëz të cilët shkojnë dhe të thonë unë do të konkurroj te ky parti dhe dua të vendos politikbërjen time ose prezencën time, karakterin tim, atë që unë mendoj politikisht brenda kësaj partie politike. Jo se ata të godasin, por ti duhet krijosh mekanizma. Për shembull, dëgjoja Ali Mehmetin, thoshte nuk jam dakord thatë me këtë foltoren. O vlla, në studio televizive të hapun edhe unë tani them po ti Dylber, bëjmë treshe me Ali Mehmetin edhe bëjmë tani koment nga mes deri në darkë. Zotri, në strukturën tënde politike atje të shkosh ta thuash te kryetari, po ke mundësi t'ia thuash aty pse nuk je dakord. Se jo në studio çdo studio bën një koment ti edhe të tjerë. Edhe personat të tjerë me radhë thonë nuk bijemi dakord, po jo pse duhet bësh kështu ashtu. Prandaj po të them që situata për mendimin tim është pak e komplikuar. Jam i sigurt që në një rrugëzidhje përfundimtare do të ketë situata Balluku, por tek Balluku ta keni parasysh që Rama tek gjykata kushtetuese në rast se e gjykon ashtu siç duhet, Rama do dali viktim e këtij pezullimit dhe Rama do të godasë politikisht në artikulimin e tij prokurorin dhe gjykatësin. Dhe do të them një fakt konkret, ai që do të jetë shumë dakord me Edi Ramën për këtë fakt, po duke i thënë dy gjëra Edi Ramës, që ja bëre lavazhin spaku nga mes deri në darkë dhe i bëre avokatin Ballukut nga mes deri në darkë. Po ju qytetarët socialistë që votoni Partinë Socialiste, duhet kuptoni që Rama u shtallur me spakun dhe me ju, sepse në fund fare kur i erdhi zjarri, ai përdori ujin, sepse pikrisht ai e ka ujin. Ndërsa ju do të digjeni nga flaka e spakut. Avokat, tani ne kemi përpara 5 nëntorit, pastaj futet dhjetori, ky sezon iku, gjitha këto skenar mbetën për të parë në janar e tutje dhe unë të falenderoj shumë për bisedën. Edhe unë ju falenderoj për ftesën.